Ndryshe nga periudha kur zyrat e klientit operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike qëndronin bosh, tashmë në Kukës po ndodh e kundërta. Janë me qindra abonentët e dyndur për të shlyer faturat e energjisë së harxuar. Radhët më të gjata krijohen pas orës 16 që përkon me mbylljen e orarit zyrtar të administratës, të cilët duken se janë dhe kontingjenti që tashmë janë të detyruar të paguajnë energjinë e konsumuar. Me pagu. Cilin muaj ke paguar? Muaj nënor pagova. Sa lek pagove? 74. E levërdishme për pensionistin shumë është, po duhet ta paguaj. Sa lek ju ka fatura? Qa po pyet, 125. Ke shpenzuar kaq? Po jo shumë pa. Semi të ditë gje motër. Dhimbje jo, pra, se shpendova të neza magazinën e patate, pa të shka ku shkon mosë, s'marrim ne, unë invalid jam, gruja invalid, që të marrim, që të paguit më parë. Por ka dhe nga ata pensionistë që detyrohen të marrin borxh për të paguar faturat dhe për të lidhur akt marrëveshje me OSHE-n. Sa lek ka fatura? 136. Ke shpenzuar kaq? Po janë 2 çmime. Janë me 2 çmime. Keni mundësi ju për paguar? Pensionist jam. Kom i borxhi kam marrë, po vleva e punë, që u djem pa punë. Do bëni akt marrëveshje? Po do të më bën se s'bën. Zyrat e OSHE-s në Kukës, Haz dhe Tropoj qëndrojnë të hapura deri në orën 22 të darkës. Vetëm për muajin dhjetor janë argëtuar më shumë se 42 milion lekë të reja.